Vala e të nxehtit që ka përfshirë vendin ka shtuar urgjencat pranë qendrës spitalore Nën Tereza në Tiranë. Më së shumti pacientët kërkojnë ndihmë për shkak të humbjes së ndjenjave dhe problemeve kardiake. Rreziku kryesor sipas mjekëve vjen nga dehidrimi apo humbja e lëngjeve. I nxehti shkakton dehidrim, djersitje të theksuar në mënyrë, pra është një mekanizëm kompensator i organizmit, me anë të djersitjes ne mundohemi të mbajmë të ulur temperaturën e trupit dhe duke djersitur shumë, humbet edhe shumë kripra, nëse mund t'i quanim kështu, që janë të domosdoshme për funksionimin e mirë të gjithë organizmit. Humbja e ujit çon në tharjet e lëkurës, në tharjet e gojës, fillon ajodopsia, kur ekspozohemi akoma më shumë në të nxehtë, dhe është ajo e famshme goditja nga i nxehti, që është një situatë emergjence, kemi edhe ndryshime në trup, pra gjendje konfuzionale dhe për të shkuar më tutje edhe ndonjëherë në humbje koshjence. Pini ujë edhe nëse nuk keni etje, është këshilla e mjekëve në këto ditë të nxehta. Kështu mund të parandaloni dehidrimin dhe humbjen e kriprave të nevojshme për të ruajtur ekuilibrin në organizëm. Ndërsa ata që kanë probleme me zemrën duhet të rishikojnë dozat e barnave. Tek pacientët me sëmundje kardiake, ndodh vasodilatacioni i enëve të gjakut në mënyrë që të djersisim sa më shumë, pra të eliminojmë nxehtësi, por nga ana tjetër kjo çon në një ulje të presionit arterial. Prandaj shumë pacient ulet tensioni më shumë se ç'duhet. Në varësi të temperaturave ne i përshtasim dhe medikamentet. Atyre që po pushojnë në plazhe, mjekët ju sugjerojnë të bëjnë kujdes dhe të mos futen menjëherë në det pas qëndrimit të gjatë në çadër. Nga i nxehtë futesh në ujë të ftohtë, shkakton atë që quhet vazospazm të arterëve koronare. Në rast se ndodh ky ngushtim, kjo spazm e arterës koronare me pasojë infarktin, ose kur bën vdekje të papritur nga aritmit, vdekje prurse në kuadër të ngushtimit të mbylljes së enës së gjakut. Normalisht ajo ndodh në persona të cilët mund të kenë një sëmundje, ndoshta edhe mund mos jetë e ditur, një ngushtim paraprak të arterës koronare, ose të persona të ri të cilët konsumojnë lëndë narkotike. Në këtë valë të nxehti që duket se do të zjas, mjekët këshillojnë të gjithë grup mosha të reduktojnë lëvizjet në orët e pikut dhe të mundohen të qëndrojnë në mjedise të freskëta.